Sipas një burimi zyrtar, në vitin 2025, lindjet ishin ulur me 74% që prej 1990-s. Pse mendoni ju që ndodh kjo? Sigurisht që kjo është një problematik që më tepër i takon punojësve social, se sa mjekëve ginekolog. Megjithatë, unë do të bënja një krahasim para viteve 90 me vitet dardhshmëri. Përpara viteve 90 nuk ishte as metoda planifikimi familjar, nuk ishte as një lloj mundësie që për të eliminuar një shtatzani të padëshëruar. Numri e gratë që të shpëtonin nga një lindje provokonin shtatzanit dhe numri i aborteve të provokuara ishte deri në 30 aborte në ditë. Por më vonë, në vitet 91-92, në Shqipëri filluan hapat e para të planifikimit familjar, që do të thoshte që të kishin mundësinë një çift të lindte një fëmijë kur të dëshironte dhe sa fëmijë të dëshironte. Kjo sigurisht solli një pasojë të tillë, uli vërtet numrin e aborteve të provokuara, sigurisht uli dhe numrin e mortalitetit amtar, sepse 1 deri 2 gra vdisnin përpara viteve 90, humnin jetën pra nga një abort i provokuar, ndërsa tashti ky numër është reduktuar maksimalisht. Por sigurisht në këtë rast patjetër që do të vi ka ardhur duke u reduktuar dhe numri i lindjeve. Përpara viteve 90 ne prisnim 30-35 lindje në 24 orë, ndërsa sot po të bësh 10, 12 ose 16 lindje, të gjithë mjekët që bëjnë 24 orë thonë u lodhëm. Normalisht ka ardhur në rënje, po shkak nuk është vetëm metodat e planifikimit familjar, unë mendoj që shkaqet janë nga më të ndryshmet. Kushtet ekonomike, patjetër sot është rritur ai pretendimi për të patur që të lindësh një fëmijë duhet të jesh shumë mirë nga ana financiare, duhet të jesh i rregulluar financiarisht. Kjo është një anë. E dyta është karriera. Shpeshherë femrat kërkojnë të bëjnë karrierën e tyre dhe sigurisht kur mbarojnë karrierën që kërkojnë fëmija e veza, shkon me moshën e nënës, bëhen 35, 36 dhe 40 vjeç dhe atëre patjetër që shtohet mundësia për infertilitet që mundësia do të jetë shumë herë më e vogël për të konceptuar një shtatzani. Përveç kësaj, ndoshta menopauza e hershme, shpeshherë gra me çrregullime hormonale, ndoshta dhe mënyra ushqyerjes, paraqiten tek ne me sindromën e ovarit polikistik, ose PCOS siç quhet, të cilat patjetër kanë vështirësi për të konceptuar një bebe. Megjithatë, unë do donja që nëpërmjet faqes tuaj të theksonja një gjë tjetër, jo vetëm lindshmëria, është ulur numri i aborteve, është ulur vërtet lindshmëria dhe numri i aborteve, por kryesorja është që çdo çift që koncepton një shtatzani të lindi një fëmijë të shëndosh dhe të shëndetshëm. Kush ndikon në këtë situatë, në këtë gjë? Atëre në këtë gjë ndikon ajo që ne i themi këshillimi parakoncepcional. Pra, përpara se të konceptohet, se të vendoset për të konceptuar një shtatzani, patjetër që çifti duhet të kontaktojë me një mjek ginekolog për të bërë ekzamenimet e nevojshme, të cilat do të bëjnë që ky fëmijë të lindi i shëndosh dhe i shëndetshëm. Këtë nëpërmjet faqes tuaja u bë thirrje të gjithë çifteve të drejtohen jo ta lënë bazdore. Këshillimi parakoncepcional është kryesori. Kjo do të bëjë që ne të kemi patjetër një fëmijë të shëndetshëm. Si mendoni ju, cila është mosha ideale për të pasur një fëmijë nga ana biologjike? Faleminderit për pyetjen. Atëherë mosha ideale për të pasur një fëmijë shkon 23 deri ke 28 vjeç.
vajzat e fakultetit të mjekësisë, tregonte dikur profesori im, doktor Ilir Gjylbegu, thoshte, na bën një lutje, me qenë se fakulteti mjekësisë është i gjatë në vite dhe specializimi shkon 6 vjet mjekësi dhe 3 ose 4 vjet specializim, kërkuan që neve ta çojmë deri nga mosha 30 vjeçare. Kështu që zakonisht 23-30 vjeç është periudha më e bukur për të konceptuar një bebe, sepse me rritjen e moshës, veza merr moshën e nënës. Në qoftë se një nën 40 vjeçare do kërkoj të lindi, dhe sigurisht ne kemi çifte plot të tilla, ka dhe përjashtime që lindin dhe 50 vjeç, por problemi është që flas përgjithsisht, atëre veza do të jetë 40 vjeç sa nëna dhe vështirësia për të konceptuar një shtatzani ekziston. Ju folët pak më parë për abortin, por në shumicën e rasteve që vajzat e zgjedhin vetë abortin. Po në rastet kur aborti ndodh në mënyrë të padëshiruar, cilat janë shkaktarët e këtij fenomeni? Atëre, abortet ndahen në 2 grupe të mëdha. Grupi parë që janë abortet do me thënë që ndodhin me dëshirën e nënës, dhe grupi dytë janë abortet të cilat ndodhin pa dëshirën e nënës. Në rastin e grupit të dytë, patjetër që faktorët shkaqet janë nga më të ndryshmit. Normalisht, mund të, prandaj dhe unë e përmenda këshillimin parakoncepcional, mundet që mpiksje të vogla të gjakut të bllokojnë vazat që ushqehet bebi. Bebi kërkon të marrë ushqim, por ato vaza janë të bllokuara, çfarë ndodh? Shtatzania ndërpritet dhe ne I themi bëri, nuk u zhvillua ashtu siç duhet dhe gruaja aborton. Ka raste që edhe pikla të vogla të yndyrës mund të bëjnë të njëjtën gjë. Të gjithë ne kemi ngrënë mish të papjekur në zgar, kemi përgodelur një qenë, një mace, shpeshherë edhe në një sallat, të palarë si duhet, dhe çfarë ndodh? Gjithmonë është probabilitet. Mundet që në organizmin e gruas të futet një bakter që quhet toksoplasma. Ai qëndron I qetë, nuk jep asnjë shenjë që te një grua që nuk ka shtatzani, por në momentin e një vërshimi hormonal, siç është shtatzania, ai merr një mbirritje overgrowth, I thonë në gjuhë, ju e dini më mirë se jeni më të rinj, duke marrë këtë mbirritje ai mund të kafshoj placentën, duke dhënë një abort, mund të kafshoj bebin duke dhënë një anomali, që fëmia mund të kafshoj dhe membranat duke plasur ujërat. Prandaj, ky është një infeksion I cili bëhet tresh, quhet torç, toksoplasm, rubeol, citomegalovirus. Sot në sistemin e vaksinimit nga rubeola vaksinohen të gjithë dhe sigurisht që prania e antitrupave ekziston. Por, sido që tjetë të gratë që nuk e kanë bërë këtë lloj vaksine, duhet patjetër një kujdes tjetër më I veçantë. Gjithashtu, shkaqet e aborteve I mund të jenë dhe gjenetike, që do të thotë mos përputhje kromozomike. Në këtë rast kërkohen analiza specifike të gratë të cilat bëjnë 2 ose 3 aborte spontane. Gjithashtu, ka raste malformacionet uterine. Mitra zakonisht është një muskull I vogël I cili vendoset në fund të barkut në formën e një dardhe, por mund të ketë raste që të jetë në formën e një zëmre, do me thënë një septum, një mur ndarës, dhe normalisht shtatzania vendoset në një vend I cili nuk ka mundësi të zhvillohet dhe patjetër që ndodh një abort. Një shkak tjetër janë infeksionet e ndryshme, të cilat ndikojnë negativisht në ecurinë e shtatzanisë, siç është mykoplasma, ureaplasma, të gjitha këto që unë përmenda, për të mos patur një abort, sigurisht që vlen dhe shumë I rëndësishëm është këshillimi parakoncepcional. Duhet bërë patjetër një grup analizas dhe ekzaminimes që vlerësojnë shëndetin riprodhues të nënës dhe patjetër shëndetin riprodhues dhe të babait, sepse mundet që një nga shkaqet e aborteve spontane tjetë dhe një spermatozoid I malformuar,
Prandaj, bërja e spermogramës është shumë e rëndësishme. A mund të më thuar cilat janë infeksionet vaginale më të përhapura dhe si mund t'i parandalojmë ato? Është një pyetje shumë e këndshme. Normalisht, infeksionet ndajnë në dy grupe. Infeksionet të thjeshta dhe infeksionet që transmetohen me rrugë seksuale apo infeksione seksualisht të transmetueshme. Normalisht, në një studim të Institutit të Shëndetit Publik, ne kemi një të dhënë që thotë aktiviteti seksual fillon në moshën 13 vjeçare, sipas studimeve që janë bërë. Dhe studimi dytë ishte përhapja e madhe e një infeksioni që shkaktohet nga human papilloma virus, një virus i cili transmetohet me rrugë seksuale. Sigurisht që përveç këtyre infeksioneve, një infeksion tjetër i përhapur shumë është edhe klamidia, infeksioni i klamidia trachomatis, që mund të kapi të dy partnerët. Sigurisht dhe human papilloma virusi kap të dy partnerët. Janë infeksione që ndikojnë në jetën dhe në shëndetin riprodues. Human papilloma virus është një virus që ka mbi 112 nëntipe. Nga këto ndajnë në dy grupe të mëdha. Grupi parë, i cili është me high risk, me rrezik të lartë për të bërë kancer në qafën e mitrës, dhe grupi dytë që është me rrezik më të ulët për të bërë kancer në qafën e mitrës. Sigurisht ka një ekzaminim të thjeshtë, një ekzaminim screening, i themi neve, që është këmbana e parë e alarmit, që është testi Papa Nikolaut ose pap testi i shkurt. Papa Nikolau ishte një shkencëtar grek, i cili vuri re në studimet e tija me ngjyrosje të veçanta, vuri re që pranin e disa qelizave atipike, jo normale, ke disa gra, dhe kur i ndoqi këto gra, pa që ato po zhvillonin një kancer në qafën e mitrës. Pra, në qoftë se këto qeliza kapen që në fillim, pra që në fillim kur ndodh ajo çarja e parë para kancerose, unë drejtohem të gjithve, ka trajtim. Pa tjetër që ka trajtim. Ky virus hyn në organizmin e gruas, mund të qëndroj, por trajtimi do tjetë, ne i themi qëndroj qetë dhe mos na jep komplikacione për zonjën që e ka. Ndërsa, në lidhje me infeksionin tjetër gjenital të klamidias, unë do të kisha shumë dëshirë të përmendja dhe ta thesha që sekrecionet janë në formën e qelbit, dhimbje në fund të barkut dhe kryesisht ky lloj infeksioni kap të dy partnerët. Mundet që në qoftë se nuk trajtohet ashtu siç duhet tek femrat, të kapi pjesën e sipërme të traktit riprodues, duke dhënë infeksione të vezoreve kronike, infeksione të indit parametral ku mbështetet mitra kronike, pra parametrit kronik, adneksit kronik, mund të kapi dhe tubat, duke prishur kalushmërinë, dhe një gruaj që ka pasur klamidje e shikon vetë që kërkon të lindi nesër dhe nuk lind, ose edhe në qoftë se ajo ngelet shtatzan, gjithmonë është mundësi që veza të implantohet në tubi qahet, humbet gjak dhe nëna rrezikon jetën e saj. Prandaj, shumë dhe ky infeksion kap kryesisht moshat e reja. Kur thash aktiviteti seksual fillon 13 vjeç, mendoni, një vajzë 13 vjeçare, sa ka djeni për të mbrojtur nga një shtatzani e padëshëruar, apo dhe nga një infeksion i mundshëm. E gjitha kjo pastaj vlen të bëhet thirrje në shkolla, sigurisht lënda e biologjisë, dhe mjekët ginekolog apo mjekët e shkollave t'i sensibilizojnë në lidhje me mbrojtjen nga këto lloj sëmundjesh. Unë kam shkuar në shumë shkolla të mesme dhe 8 vjeçare, që i kam grumbulluar ato nxënësit e klasave të 8-a, të 9-a, apo dhe në gjimnaze të ndryshme të Tiranës, për të sensibilizuar
në lidhje me përdorimin e prezervativëve, edhe në lidhje me atë se si ata duhet të ruhen nga këto lloj sëmundjes. Gjithashtu një gjë tjetër shumë e rëndësishme që e kam bërë dhe vazhdoj ta bëj, është jo vetëm sensibilizimi i rinis, sensibilizimi i popullatës, që do të thotë kryerja e pap testit. Pra, në qoftë se ne kapim që në fillim një sëmundje, kemi arrim që ta mjekojmë dhe të parandalojmë një kancer. Do me thënë të mos humbim një jetë gruaje. Unë kam shkuar në shumë zona të Shqipërisë, ndoshta nga faqja juaj, i përshëndes të gjithë ata që më ndjekin normalisht në shumë zona të Shqipërisë ku nuk kam mjek ginekolog, të kryej vizita falas, pap teste falas, pa tjetër dhe ti rekomandoj trajtimet e nevojshme. Është domosdoshmëri që ta bëjmë të gjithë, me qëllim që vizita ginekologjike dhe kryerja e pap testit të mos jetë tabu. Ka ardhur një kohë që ne ta kërkojmë të bëhet, të vendoset në listën e ekzaminimeve falas edhe kryerja e pap testit. Çdo grua ka nevojë ta kryej pap testin një herë së paku një herë në 2 vjet. Përpara se ju të vinit këtu, kisha një zonjë e cila vinte nga zonat e thella të Dibrës. Normalisht ajo e folura e gjuhës nuk kishte bërë asnjëherë, ishte 54 vjeç. Asnjëherë, asnjë vizitë ginekologjike, vetëm lindjet, kishte bërë 6 lindje, nga të cilat 3 kishte lindur në shtëpi dhe 3 kishte lindur në maternitet, pa bërë asnjë lloj tjetër ekzaminimi. Është shumë e rëndësishme që ne të sensibilizojmë dhe t'i themi të gjithëve, kontaktoni mjekët ginekolog, interesoni për shëndetin tuaj riprodhues, që mos keni vuajtje në jetën tuaj. Shumë gra dhe vajza sot zgjedhin lazerin si mënyrë depilimi për pjesët intime. A mendoni se është e dëmshme kjo metodë? Kryerja e lazerit është një metodë trendi që është futur sot. Normalisht nuk ndikon fare dhe nuk ka asnjë ndikim në shëndetin riprodhues. Ai bëhet në lëkurë dhe nuk ndikon në shëndetin riprodhues. Secili është i lirë për ta bërë, nuk ka asnjë lloj problematike. Megjithatë, unë them që piloziteti është krijuar për të mbrojtur nga infeksionet. Sot ka metoda nga më të ndryshmet dhe patjetër larës protektiv, mbrojtës, intima patjetër mbrojtës, ka dhe plot metoda të tjera, kështu që mund ta kryejnë pa asnjë lloj problematike. Keni ndonjë histori që e mbani mend dhe doni ta tregoni? Histori kam shumë, po nga historitë më të bukura është historia e 4 njakëve. Keni dëgjuar tash së fundmi që një zonjë, Rozi, lindi 4 beba. Unë përpara gjysmore e kisha këtu, sepse erdhi me dëshirën e saj për të bërë një kontroll ginekologjik 6 muaj mbasi ka lindur 4 njakët. Drejtohet në klinikë thjesht për të bërë një ekzaminim të thjesht, sepse kishte mbi 2 vjet që kërkonte të konceptonte një bebe, por nuk mundi, me një stimulacion shumë të thjesht. Ajo mbas 6 muajsh më merr në telefon dhe më thot, mua më ka dalë testi pozitiv. Sigurisht gëzimi im ishte shumë i madh. Po, i thash të vish në klinik. Erdhi në klinik edhe mendova t'i vë patjetër sondën ekografike. Vë sondën e shoh një dhomës, pastaj më tutje më bëri përshtypje një dhomës tjetër. Rez më duket sikur i ke 2. Pastaj e pash prap, jo më që kanë 3. Në fakt ishin 4. Ajo sot gëzon, i ka 6 muajsh bebat, gëzon shëndet të plot me ata fëmijë, një histori suksesi. Në qoftë se vini re, ke ajo që shkruan doktore Shmoza me lule, është një dhurat që ajo më bëri thjesht për ta kujtuar sa herë që gjithmonë sa herë që ta shikoj. Histori të tjera ka plot dhe histori suksesi sigurisht, por ka këtë që të gjithë që ndjekin, që më ndjekin
dhe unë ju falenderoj dhe prandaj nuk kërkoj asnjëherë që të them jo, nuk flas. Të gjithë që më ndjekin, më thonë, ti je doktoresha e televizorit, ti je doktoresha e webit, se ne të kemi parë. Kjo më ngrof, vërtet, dhe them që nga kam akoma. Duhet patjetër të kontribojmë për shëndetin riprodhues. Edhe një mesazh të fundit për gjitha vajzat e reja që po na ndjekin? Duke ju falenderuar për intervistën e bukur, do t'i drejtohesha nëpërmjet faqes tuaj, do t'i drejtohesha të gjitha grave dhe vajzave. Mos neglizhoni të bëni ekzaminimet ginekologjike. Paraqituni gjithmonë pra mjekëve ginekolog për të siguruar shëndetin tuaj riprodhues. T'jeni të qeta dhe t'jetoni të lumtura jetën tuaj. Në fund të fundit ka ardhur një moment ta thyej makullin. Do me thënë, çdo të thot, do të thot që të vim të drejtohemi tek mjekët ginekolog për të shprehur çdo gjë që ato kanë. Shumë faleminderit.